pikës pare du të urojmë mirë se ardhin Dajes, Azem Syles, komandantit, i cili e ka njoft Hasin në shumë vite përpara se të fillonte lufta, sepse ka kalu, ka ardhur në ata vite që në 74, 84, 86, e në vazhdim deri sa përfundoi lufta në Kosovë. Dhe si që dini gjithë ka qenë i pranishëm ditën atë në Has. Por nuk do flasim për luftën. I uroj mirëseardhjen edhe kryetarit tonë nderuar që na respektojnë, mori pjesë në këtë ndenjen tonë dhe falenderojmë për gjithë shka ka bërë për Hasin. Unë s'kam plan të flas për luftën sepse kemi folur dhe të gjithë e dim që Hasi dhe tropoja ishin vetë në luftë. Deri në përfundim të luftës. Hasi, tropoja ishin bartësit e liris, bajtën barut, dhamë buk, po bajtën barut, bën luft, dhamë dëshmor. 36 dëshmor janë, që duhet të di parlamenti në Shqipërisë, po edhe ai i Kosovës. Pjesa dërmuese ranë në thellësitë Kosovës, duke dërguar materiale ushtarake të shtabet lokale në për zonën e Hasit, Matan dhe më larg, deri në Suarek, Therant, Malishev e Magjer. Sot jemi në prag të përfitorit 18 pavarësisë të Kosovës. Mirë po populli shqiptar si gjithmonë, her pas here i bin halë dhe të lashë më të mëdhaja. Sot ne kemi marrë veprimtari në organizimit të veteranëve dhe pse jo, dhe të tjerëve, për të marrë pjesë në tubimin e madh që bëhet me datë 17 në Prishtinë, për të kërkuar solidaritetin tonë, për të bashkuar popullit vllatë Kosovës, për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët që manë peng në Hagë. Së bashku me veteranët e Hasit, janë bashkalidhur me ne edhe ata të tropojës, Malsis Gjakovës, që gjithashtu në kohë luftës ishin vetë në luftë dhe bën gjithçka për luftën. Jemi krenar që ishim si në luftë, edhe sot në kohë paqe, në këta ditë vështira, të jemi bashkë në Kosovën. Hasi i ndarë për gjysë, gjithmonë ka gjetë rrugë, shtigje, për të qenë bashkë, po sot kemi të gjithë drejtën tonë me plot krenari t'i kërkojmë Europës të vej gishtin mbi atë gjykatë politike, sidomos mbi atë prokurori, e cila dënon më shumë çlirimtarët se sa gjenocidialet. Zëdhënës i luftës të Serbisë ishte Vučić, Aleksandar Vučić. Sot është presidenti i Serbisë. Zëdhënës i UÇK-s ishte Jakub Krasniqi. Sot ajo prokurori jep 45 vite burg. Do të thënë, shiko çfarë, ku jemi. Sulmusi, që bëri krime, është president dhe ai që çliroi vendin e tij, që ishte mbrojtësi, dënohet. Ne kemi shpresë të forta se gjykata atje do të vënë gishtin kokës, sepse kemi prova edhe më herët. Për shembull, Ramush Haradinaj, nga këta tipa prokurorësh, është dënuar 25 vite, po nuk i ka bërë ata. Gjykata i ka dhënë zero dënim dhe ka dalë i lirë. Ne akoma shpresojmë në drejtësi të kësaj gjykate europiane. Nëse ata do të guxojnë të dënojnë ta djem, duhet të llogarisin shqiptarët, të cilët janë faktor në Ballkan. As ne s'kemi qef destabilizojmë asnjëri, po duhet i vënë gishtin kokës. Neve jemi çliruesit. Ne çliruam vendin tonë, bashkëpunuam me NATO, bashkëpunuam me njerëz të cilët ishin aktor të asaj lufte. Generalet anglezë, amerikanë dhe politikanët e tyre
e dëshmuan qartë në gjykatën e Hagës. Kush janë këta njerëz që ndodhen aty? Shpresojmë të jetë më e mira për ne. Unë du t'i falenderoj të gjithë veteranët e Hasit që u përgjigjën thirrjes për të marrë pjesë në protestë dhe po kështu edhe ata tropojës. Ju falenderoj shumë. Falenderoj Daj, falenderoj